1877. Profesor Andreas Kaneti martohet me vajzën e Arsen Idromenos. Motrën e Pol Idromenos, Antoneta Idromeno, vdiq në vitin 1890. Shumë e re, në moshën 31 vjeçare. Për kohën, I cili e kuptoi nevojën që kishte qyteti për një zhvillim krejt tjetër. Sot krenohet dhe ka një imazh jashtëzakonisht pozitiv dhe ky shesh quhet sheshi Pol Idromeno. Fillon këtu dhe ka një pedonalen e qytetit, pastaj merr një kthes tjetër nga truma Dugave Treja, siç quhet në Shkodër, për të marrë sheshi tjetër I pedonales që të adreson me destinacion katedralin Shëndetit. Bashkët metropolën e Shmihillit kemi jetuar me gjatë regjimit komunist, me sa të tjerat një mënyrë apo një tjetër koret e rezultatit. Në fundin e kishës ishte një piktur tjetër, është shumë e studiuar. Vazhdoti që një ditë, ajo piktur është me vlerë të kthehet në kontekstin e saj ku ka lind, sepse moralitete shpresoj një ditë që I do të rikthehet në katedrale. Po ashtu edhe arkitektura e kombanarës ose kompanijit të katedrales është në Shën Mikelit ose Shën Gillit, siç e thrasin këtu në Shkodër, një vepër po ashtu monumentale e Me tutje gjurmët në shtëpi.